për identitetin kombëtar dhe figurojmë si përqindje. Pas një shekulli kur na pyet se dikush a ka pas shqiptar Maqedoni, do figuroje sigur 20%, si sigur kemi vështirë ne figurat tona historike me Aleksandrin ose me udhëheqës kombit shqiptar, a janë apo s'janë. E njëjtën situatë do vazhdojë edhe në të ardhmen, derisa ne trajtohemi pakicë ose minoritet me konventa ndërkombëtare, edhe faktori ndërkombëtar nuk është i drejtë, për arsye se ngjashtë tjetër që ka Kosova me 3% kanë të drejtat kolosale. Këtë kjo përplasja, por është neglizhenca e jonë, dhe unë apeloj që është subjektet politike shqiptare, duhet të ulen dhe të krijojnë një strategji, të ndajnë rrugën me Maqedonin. E para, premtimi i subjekteve politike shqiptare është bërë që Maqedonia sa më shpejt duhet të aderojë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk ndodhi. Sulmet vazhdimisht vinë në aspektin gjyqësor, padrejtësi, largimin nga puna. Në Shqipëri, para mendoni ju një ministër kur jep betimin, ai duhet të funksionojë në tërë territorin e shtetit dhe të ndihmojë gjithë qytetarët. Ne kemi par dje 5 inspektorë janë punësuar ose 5 punonjës në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe kemi reagime as pak nga subjektet politike shqiptare. Pra këto janë ato çështjet me të cilën është bërë një gabim shumë i madh dhe fatkeqësisht pozitë opozit, shpeshherë edhe pozita aktuale nuk arriti që të mbrojë edhe ato pak të arriturat që ishin bërë në duke sigur e ka futur Vlenin në qark Mickovski. Po jo në qark për arsye se u prish prokuroria speciale që duhet të luftoj krimin dhe korrupsionin dhe kishim komplet një situatë tjetër. U prish elementi i balancerit dhe po balancuesit, i vetë ishte segment që ishte ta themi një semafor veprimi kur maqedonasit dhe shqiptarët ishin pa të drejtë ndikimi, vetëm duhet të plotësohet numri. Nga momenti që u fshi balanceri dhe ky vakum ligjor që akoma nuk është sjellur, me mirë Maqedonas ka të punësuar dhe shumë pak janë shqiptarë. Kur dihet se për Tetovën flasim për komunat tjera. Para mendoni si kur një ministër shqiptar të punësonte 10 inspektorë ose 5 inspektorë në Strumic, Skoçani ose në vende tjera maqedonase pastre etnike. Por edhe korekcia e maqedonasve nuk është korekte, sepse ne i pritëm ata të ndrojnë emrin me Greqinë, të ndrojnë të zgjidhin probleme çështje. Shqiptarët ishin ata që futën Maqedoninë e Veriut në NATO, dhe ne në NATO kemi shkuar me gjuhën zyrtare maqedonase dhe as që njihet gjuha shqipe. Janë disa faktorë me të cilët shqiptarët duhet të krijojnë një strategji dhe nuk e di cilat janë shkaqet që mund të vazhdojnë me tutje të jenë pjesë e qeverisë ose si mundemi ne të ballafaqohemi me padrejtësi kolektive dhe vetëm për të plotësuar qofshin ato intereset individuale apo partijake. Nuk është çështja se janë këto subjekte që janë aktualisht në qeveri, por është Maqedonia dhe politika maqedonase që gjithmonë ka krijuar kështu subjekte dhe do të krijojë edhe në të ardhmen që shqiptarët gjithmonë të jenë të përçarë. Dhe kjo përçarja fatkeqësisht na bën neve shumë dëm, si në aspektin politik, si në aspektin ekonomik. Do të shihni që çdo i ditë i qytetar është me kredi ose borxhe publike dhe borxhi publik është shumë i lartë me të cilën edhe nuk mund t'i gëzojmë edhe ato të drejtat pak që janë minimale. Prandaj shqiptarët duhet ngrihen zërin, të flasin në një gjuhë, të drejtohen në Bashkimin Evropian, për arsye se fatkeqësia e radhës është se në Maqedoni vetë për së drejti po ndikon ndikimi i sakt dhe këto goditje që po u bëjnë edhe pak të arriturave të shqiptarëve fatkeqësisht vijnë nga Beogradi i Sirdar, me të cilën fatkeqësisht politika shqiptare me dashje apo pa dashje shpeshherë u shërben, sepse e gjithë çështja shqiptare është e trazuar, çështja shqiptare i vijnë nga Athina, Shkupi, Beogradi, Moska dhe Bielorusia. Qose ne këtë katërkëndsh nuk kemi ndjenjë të paktën të minimizojmë të keqen që na vijnë neve, sepse në gjitha format ne jemi të prekur, qoftë në aspektin gjyqësor, aspektin ekonomik, aspektin fetar dhe shumë linja të tjera që në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë të heshtur na ngulfasin dhe ne nga padituria ose nga mos koordinimi fatkeqësisht u ndihmojmë armiqve tanë. Profesor, ju keni qenë me kohë, por edhe tani gjithmonë gjatë gjithë kohës në mbështetje të studentëve.
Po pjesa tjetër e intelektualëve, profesor, ju shikoni ka një tërheqje, pra janë, për ta thënë gjumë për këtë me qëllim, me vetdije, apo janë të kapur për pjesën shqiptare, kanë fjalën të intelektualëve që ndoshta ky është momenti për të mbështetur studentët edhe kauzën. Unë besoj se në aspektin shpirtëror gjithë shqiptarët e Maqedonisë, pa marrë parasysh funksionit, ndjem një krenari sepse studentët dhanë shumë mesazhe. Mesazhi i parë ju përgjigjen nacionalizmit juridik maqedonas, sepse shpeshherë ato thonin kushdo më shumë shqip, le të shkojë në Shqipëri apo në Kosovë. Organizimi studentar e bëri të kundërtën, e solli Shqipërinë dhe Kosovën në mes shkupit dhe u tregoi se ne nuk largohemi, dhe gjua shqipe, dinjiteti kombëtar do të mbrohet në mënyrë më të mirë të mundshme. E dyta, bëri lirin nga friga. Domethënë, shumicën e rasteve kur frigoheshin shqiptarët për çështje të ndryshme siç ka vepruar aparati shtetëror, ato i liruan nga friga. E dita ato u thanë ndalë ke shpërdorimeve dhe nëse dikush flas për faktorin politik kanë abuzuar, kanë tregtuar vlerat kombëtare, studentët i thanë ndalë tregtisë, ndalë ignorancës dhe po ashtu ju përgjigjen edhe të gjithë shqiptarëve që ato të arritura që nuk kemi mundur ne t'i bëjmë si gjenerat ose si prind, thjesht fëmijët tanë dulën në rrugë. Dhe mua më dhem shumë se ku gabuam ne si shoqëri, pse e sollëm që fëmijët tanë të dalin në rrugë, dhe pse atë të drejtë ne nuk e kemi shfrytzuar më parë, kur dihet se ligji për gjuhën ka kaluar në vitin 2017, pasandej 2019 në fuqi, po ashtu dhe ishte i harmonizuar që drejt për së drejtë në gjitha institucionet të respektohet në mënyrë më të mirë të mundshme, u themelua inspektorati për zbatimin e gjuhës, mirë po nga ana tjetër shpeshherë nuk e kemi arritur maksimumin e duhur, dhe kjo është një sinjal nga ana e studentëve që ata e kuptuan, më vjen shumë mirë që janë studentët tanë, sepse të gjitha padrejtësitë që u bëhen shqiptarëve nuk u bëhen në aspektin politik, sa u bëhen në aspektin juridik dhe labirintheve juridike, sepse shpeshherë ligjin ata e interpretojnë mbas interesave personale, partijake dhe nacionaliste, dhe studentët e drejtësisë, studentët e rinj të drejtësisë, i kanë kuptuar këto vëshllëqe dhe këto keqpërdorime, dhe prandaj drejt për së drejtë u drejtohen edhe ministrit të drejtësisë, zotit Filkov, i cili nuk i ka pranuar në bisedime, dhe më vjen shumë keq që ai nuk arriti të kuptojë atë masë dhe të marrë mesazhin, dhe ne si kombë dhe studentët këtë kërkesë e kanë praktikuar dhe administruar mbi 400 firma, dhe kjo e drejtë do të realizohet, po më vjen shumë mirë që kërkesat e tjera tani më janë zgjeruar dhe kërkohet në tërësi që i gjithë provimet e specializimit, provimit të